Ndryshe nga besimtarët Bektashia, ato muslimane njohin ndryshe festën e Sultan Novruzit. Në fshatrat e Klosit, por edhe të Matit, kjo fest njihet si dita e rigjenerimit të natyrës. Të moshuarit thonë se historikisht nga data 22 deri më datë 25 mars, çdo gjë e natyrës rigjenerohet gjatë këtyre ditëve. Nuk duhet bërë disa gjëra si prerja e pemëve, punimi i tokës apo dhe quajtja me gur. Të moshuarit e njohin edhe si ditët e faljes së çdo bime të gjallë, e cila nis një cikël të ri jetësor për periudhën në vazhdim. Të presim dërët një, mos shtim me gur, mos qepim me zhilvan, mos punojmë në kopsht, 3 dita në Novruzit. 22, 23, 24 e 5, 25 ditë zenash. A ka qenë maj ma para? Ka qenë maj. Në mahaj. Si mos tradita tona nuk shtejmë me gur, nuk qepim, nuk pritet drune njëm, nuk punot në tokë. Këto dikaq. 3 ditë nuk pritet as drune njëm, as se nuk qepet, as nuk tiret, as nuk punot, as nuk shtejet gur. Po si mojmë? I mojmë në, si mi muslimanë. Banor tregojnë se edhe gjatë periudhës së regjimit monist, këto ditë ndalohej gjithçka, ndoshta edhe në fshetësim. Në 3 ditët e Sultan Novruzit, e gjithë natyra merr pamjen pranverore të çeljes së luleve dhe daljes së gjelbërimit.